Më dëgjoj pak, nuk ka nevojë për gjëra të jashtëzakonshme, ka nevojë për ndershmëri. Pra, cili do që të jetë programi një strukture të re politike në Shqipëri, mjafton të jetë i ndershëm të arsimi, të jetë shëndetësia. Ka program, ka ideologji, po jo më ska, ideologjit janë amballazhi, oredi. Përgjigjet po një hoxha. Po fytyra nuk ta ndryshon kostumi, miku im. Dakord, këtu jam dakord unë. Po. Në fillim, gjithë strategjia ka qenë po zvërneci, po investimet, po pse kështu. Nuk ka thënë kur protesta që janë kundra investimeve dhe kundra kapitalizmit, sepse është çmenduri e madhe që Edi Rama me Sali Berishën, që gjysmën e jetës e kanë kaluar në komunizëm dhe të dy me lidhje të ngushta me komunizmin, që ishte antikapitalist, dhe ata në mosha mesatare 30 vjet që kanë lindur në kapitalizëm, të jenë kundra kapitalizmit. Por ka kërkuar transparencë, atë që nxori vetë Spaku, jo me toka të falsifikuara, jo me lek droge brenda, jo me gjëra të tjera siç po thonë. Tani, dhe patjetër dhe Flamengo dhe mjedisi dhe të gjitha. Pastaj kaluan te tjetra. Po mirë thon. Dhe janë gati 20 gjithë. E dyta ishte do t'i fusë Edi Rama në zgjedhje, po iku Rama, po za duhet që Rama do t'i fusë në zgjedhje të parakoshme. Këtu e kemi dëgjuar gjithë. Dhe po i futin zgjedhjet parakoshme nga 83 ai, shkon 100. Unë them sa the, prit, ja të mbaroj unë. Unë them bie. Të mbaroj unë. Bie shumë. Lere më lere të thati. Lere se 100, kush e thot 100? Bie po që zaret me hile nuk bie. 100 s'ka shansen. As 83 nuk ka shansen. Iku kjo, sepse protesta ka thënë, ore nuk duam zgjedhjet parakoshme. Nuk duam zgjedhjet parakoshme. Pastaj doli teoria e partisë së re, më helm akoma. Ja, atë thot Arbri, lëvizjet kthehet në projekt politik, parti politik. Të tregojnë pastaj të iniciuara nga zyra e propagandës së Edi Ramës. Më helm. Jo. Paranoj komplet. Po dakord, unë do të tregoj fakte pas emisionit. Po çfarë fakte? Ore direktiva. Po çfarë direktiva, Dhe pse zgjedhje partijere, si mund të kërkosh parti të re atje kur ka 10 parti? Ata nuk janë, aty ke mira demokrat që nuk duan mënyrën se si u bën primaret, se si Berisha ka kapur PD-n, jo se s'duan PD-n, shpasuri kombëtare. Aty ke mira socialist që duan PS-n, por nuk duan këtë PS të kapur nga Edi Rama dhe të vënë në rresht dhe me se s'është PS-ja e korruptuar. Është rilindja dhe ai ashtu. Aty ke nga gjitha llojet partitë e reja drejtan. Si mundesh ti të nxjerrësh një parti dhe ta nxjerrësh një parti, e di kush është qëllimi i nxjerrjes së një partie nga ajo protestë? Është që ta marrësh ta fusësh pastaj në zgjedhjet. Në thertoren e 2008-s të Rama Berishës, që e kanë bërë dhe më keq në 2025-ën, dhe pastaj të thuhet, e pat protestën juve, një deputet me zi e mori. Jo, po me që është kjo? Prit. Jo, po u tentuan 2025-ën. Prit, tani 200.000 vota rezultuan me 3 deputet. Po prit, po s'ka mbaruar. Po do lloj varianti se ja, një minutë. Po nuk do ta dëgjojnë sepse unë s'kam arritur aty. Okej. Dhe unë po them, nuk po flas unë. Avokat, më ndiq me vëmendje, nuk po flas unë. Po flas propagandën, helmin që kanë lëshuar ta. Mund të jemi dakord deri. Po, sepse zvërnecin e mbyll ai, siç mbylli armët kimike. Zgjedhjet e parakoshme i bën ai si bëri. Me parti të re futet ai, hajde në bujrum thot. Por të gjitha këto që lëshohen janë hiç me 5 me hiç dhe protesta i ka kuptuar shumë mirë në qoftë se ti fut në të njëjtin kuadrat 35 vjeçar. Çfarë bëjmë pra? Ku do arrim? Po ku do arrim? Asgjë kundi nuk do arrim valla. Jo. Ore ja ta shpjegoj unë. Se nuk është në interes të Ramës zgjedhjet parakoshme dhe Rama ka frikë. T'ia rrezoj unë tani direkt. Kërkon njeriu. Po më ta them unë. Ore pse duhet ti të flasësh për një gjë që se kërkon njeriu? Teza ime. Ore nuk ka kërkuar. Shtesë mo ti pse? Ore mendoj unë. Ore të mbaroj unë. Tani po flas për veten time. Atë mbaroj unë. Unë pse do ti thot ky? Të mos flasësh tani.
Po sepse nuk është opsion diktator. Pse bësh diktator në mendim? Nuk Po nuk është opsion. Gjykoj mendimin të fasën brapa gjykoje, po mos e para gjykoje. Lere se si ha unë këto dhe nuk i hanë më dhe njerëzit. Po diu më ti. Po dëgjoj më një sekond. Lideri. Po ti ishte, dëgjoj një sekond. Ne mund të flasim për një nga këto pikat më vëlla. Por nuk mund të flasim për një gjë që nuk është opsion. Poli, ato pika janë 5 minuta. Ato pika janë 5 minuta. Ka futur Edi Rama opsion Iranin më vëlla. Ai flasim për Iranin. Flasim dhe për ato. Ka futur për agentura. Ato pika, protesta, ka as Iran, as zgjedhje, as parti, ato pika kur të flas mbi premisa, ato pika që thua ti janë administrative, 5 minuta janë. Jo, 5 minuta janë. Ligji për zonat e mbrojtura 5 minuta punësh. Avokati po thotë, ai flasim për ato. Parlamenti 5 minuta punësh. Mund ta fusim pak në vit. Tani do flasim politikisht. Po mbaroj flasim politikisht. Emocionalisht. Ora ta mbarojmë te thelbi. Thelbi është politik për miku im. Politik është protesta, më politika, po jo partijake. Po jo më, po si. Po jo partijake. Do besi Serbi. Do besi Serbi 2 vjet. Po ta të shpjegoj edhe 2 vjet. Edhe di çfarë po në Serbi. Ata studentë po futen në zgjedhje. Edhe kanë lënë tash një student në fshat. E ndryshuan strategjinë. Se kuptuan që do ta godasin sistemin nga brenda, se nga jashtë mund t'i vendosësh kushte, po nuk e erozon dot. Nuk ka fare me sistemi ndryshuar, duke futur duke goditur. Lidhje me Serbin me ka lidhje. Ata nuk e erozon dot, vetëm nga brenda. Nga jashtë është kosta revolucioni. Dhe aty pastaj të kaput sistemi. Po ik më bëj misionin në vend tjetër, jo te fjala ime. Herë të mbaroj. 3 orë burr, të gjitha ato nisën. Mbaroj. Se pëlqej nuk së ndërhyr. 4 orë, të gjitha ato fillim. I duhet se kur flet gjatë. Po budallëk ti flet gjatë pa kuptim. Dhe vazhdon insiston te pa kuptimet e tua që thua. Po dëgjoj. Do më jap apo ti si Galdini. Do vë fjalën. Po më lër fjalën më. Bie që ti jetë prap avokati këtu prezant. Po pra. Në rast se ti je se zigën apo. Tani, protesta e ka aq të qartë dhe kërkon sistem zgjedhor normal, parlament normal, numërim normal të votave, me një kufizim mandatesh normal. Do të thënë gjërat më normale që kërkon ajo që mund t'i marrësh nga çdo demokraci perëndimore mund t'i gjesh në Gjermani ose vetëm Hungaria ka, vetëm Hungaria. Po të lutem të mbaroj. Dhe këto kufizim mandate ka vetëm Hungaria. Dhe nuk po kërkon çishra në hell më zotrin. Tani problemi është që këta thon tani dëgjoj mirë dakord, që ti bëjmë këto do futemi kështu Berisha thot kështu, ky thot kështu, Arbri thot ashtu. Berisha në parlament, vetëm parlament. Nuk janë specialistë të kësaj gjëje. Gjëja është shumë e thjeshtë thon. Neve thon sa të kthehet Republika, të rikthehet Republika. Ato që është në letra, që e tha vetë në fillim, të bëhen në realitet. Ne do jemi këtu në shesh, thon. Dhe s'kemi askush. Po si do e bësh? Ti kërkon dorëheqjen. Rama se jep dorëheqjen. Se jep në shesh. Në shesh. Është luftforcash. Dha Rama, dalim tek Rama dorëheqjen. Po, si do e bësh parlament? Rama thot unë dua zgjedhje, si thot këtë parakoshme. Po, s'duam ne zgjedhje. Bëhen zgjedhje brenda 45 ditë. Po nuk duan më këta zgjedhje. Nuk duan. Pse edhe dorëheqjen ti? Ti legjitime kësaj skeme. Pse edhe dorëheqjen? Se s'ta mban. Të bëj pyetje avokat, pse s'pranon? Ta bëjmë kjo është utopia, se të detyroj. Po lërim më utopik, dhe tani që ta mbyllim gjithë. Po mbyllet se. Po. Dhe zjarri këtu është zjarri, kjo është bër lajm, zjarri mund të tentojnë ta fikin këtu, po te mendjet e gjithë shqiptarëve se fikin dot është bër zjarri të ndërkombëtar. Dhe un po të them dy gjëra. Ne harrojmë të fusim 2 faktorë kryesor, që janë jo vetëm pro protestës, po protesta është presioni i gjithë asaj që do ndodh, që ta bëjnë për 5 minuta qeverinë teknike, për 5 minuta ta ndryshojnë kushtetutën. Po kush do ta zgjidhë me qeverinë teknike? Janë 2 faktorë. Ata si lango do ta ngrenë. Po kush do t'i thotë emrat po? Dhe emrat kush do t'i japë? Qeverinë teknike, me konsultim, dhe me dorën lart. Po si konsultim? Po, tamam, me kokë dhe Rama këtë fakt. Po mirë, si konsultim. Ja, konsultim lart si struci. Konsultim publik. Ja, ata thonë Kozaku të vjetë kryeministër, është shumë popullor. Mos ki me Irakun,
Mos ki O merakun. ka sa filtra more. Tani. O s'ka mos i merakun. Po mbaroj kush janë dy faktorët që dalin tani se. Spaku, që Spaku, protesta okay. me vonesë po e kape ka leatin më të madh sepse Spaku në 2 operacionet e fundit nxori pikërisht thelbin e të gjithës, që politika dhe trafiqi ndërkombëtar të drogës dhe e ka bërë në biznes dhe me lejen e qeverisë. Tjetër ndërkombëtarët paralelisht edhe këta nëse mbajnë këto 3 presione, Rama, që për mua nuk mban nuk po mban dot që tani, nëse kjo klasë politike, ky parlament, siç është, nëse s'ban këto 3 presione, protestën këtu që nga 10.000 bëhet 200.000, gjithë bota flet për këtë protestë dhe tash më thot filloi nga zvërneci, po e kanë me kastën e korruptuar, gjithë lajmet, dhe e kanë dhe me opozitën dhe me pushtetin po dhe me opozitën. Po lëvizin gjithë kancelarit, underground, edhe dhe nga pak hapur, po lëvizin dhe ke Spakun si garant të kësaj, që do t'jap disa goditje tjera që për mua bot ka të nderi tani, edhe këta langaraqët që kanë caktuar veten dhe në parlament, dhe në qeveri, dhe bëjnë dhe vetë ligjet, edhe që duan të bëjnë të kalojnë dhe ligjin, s'ka për të kaluar. Se dim që Spaku do japi tjetër goditje, se pasaj. E di unë, siç të kam paralemruar dhe kanë dalë, siç kam thënë për Benitën, që debatojnë aty që do të kalojë organizat kriminale dhe kaloj, dhe po të them s'ka dhe po të ishte qeveri normale, me gabime, nuk do t'i rezistonte do të kësaj dhe sidomos ti populli, jo me një qeveri ka gjysmën në burg dhe si bëjmë neve këto kapitulloj sistemi. Që nga legjitim këta, ai ka gjysmën në burg dhe gjysmën e tim që nga legjitim. Avokat, nga pikpamja kushtetuese, si i vlerëson 5 pikat që kanë ofruar protestuesit? A janë në një, le të themi, brenda kuadrit kushtetues dhe a mund të realizohen brenda kuadrit kushtetues? Tani kur themi që dorëheqja është vullneti Ramës. Kur themi që do bëjmë reformë kushtetuese, do thotë që do bëjmë ndryshime kushtetuese. Pra, dhe që të bësh ndryshime kushtetuese, normalisht që këto 5 pikat do themi janë brenda aty. Se tha Arbi një gjë, tha që kufizimin e mandatit të kryeministrit e ka vetëm një vend, e ka vetëm Hungaria. Tani e ka vënë, s'e ka patur. Që ta mbaroj. S'e ka patur. Kjo nuk do të thotë asgjë. E ka SBA-ja më? E di pse, ja po shpjegimin. Prej 300 vjetësh. Nëna e demokracisë është Britania. Nëna e Ai demokracisë parlamentare është Britania, për ata që nuk e dinë. Dhe Tony Blair ka dhënë 14 vite në pushtet. S'është kjo tani. Nëna e demokracisë dhe shpika e parlamentarizmit është bërë në Westminster, për ata që nuk e dinë. Dhe është në Britaninë e Madhe. Ta mbaroj avokatit, se avokati s'ka folur fare. Mund të kufizohet, më mund të bëhet një mandat. Nuk është ai thënë. Po jo, nuk është kjo. Unë nuk them që është një gjë domosdoshmërisht e mirë. Po themi që është mundur patjetër që po. Po janë më gjitha. Po i themi diçka të marrin vetëm këto që pse nuk bëhet atje, që ta mbaroj pra që ta mbaroj. Nuk është e domosdoshme, po e di pse nga ato që kemi. Po ja, po me lidhje ta mbaroj, do më jep të drejtë. Kjo është e fundit, më. Po ta lëm avokatin ta sqaroj. Po. Kemi një ligj në Shqipëri të miratuar me konsensus aso kohë, luftë e madhe, që quhet ligj për dekriminalizimin. Po, nëse do të pyeti mua, është ligji më antikushtetues në botë, jo në Shqipëri. Merri të gjitha kushtetutat në kuptimin krahasimor. Por ama pse ka ndodhur? Të drejtat e njeriut. Pse ka ndodhur? Sepse u krijoi një situatë absurde. Na hynë të gjithë në kuvend, ishim vetëm përdhunus, vrasës, etj. Kryetar bashkie më the tash. Sepse në vitin 91, kur ndryshua pushteti, të gjithë këta horrat kriminale, çfarë ishin gjithë këta, donin thjesht të bënin ai lek dhe gjenin një person me shkollë që e dini shumë mirë që kishte një diplomë dhe i thonë hajde ti të bësh një parë. Ndërsa tashmë arritëm një pikë që i thotë çfarë je ti, shkoj vetëm, pse do të shkosh ti? Blen nga një diplomë, duke falendëruar dhe reformën e famshme të arsimit në lidhje me arsimin privat, dhe arritëm një pikë që këta dolën imprimis. Ishin këta të parat, s'kishin nevojë. Atëherë u desh që të bëjë një ligj të tillë. Po. Dhe prandaj them që në situata absurde kërkohen ndërhyrje absurde. Në rastin konkret? Dhe në rastin konkret do duhet ta kufizojmë sepse këtu kemi një person i cili nuk ikën kurrë, do duhet ta kufizojmë. Kushdo qoftë ai, s'është vetëm Edi Rama. Pra dhe ky është për mendimin tim, prandaj dhe populli artikulon protesta, artikulon një gjë të tillë, sepse shikon që këta njerëz nëse hyjnë në karrike, këta nuk ikën më. As vot, as drejtësia, as gjësieq. Dhe ky për mendimin dhe prandaj bëhet shumë e rëndësishme. Problemi që unë i shtrova dhe pyetja që unë besoj që do të hedhen për debat është kjo.
kemi një prurë shumë të madhe në shesh. Kemi uragan, kemi energji, quhet si dush. Energji që vjen nga poshtë, është energji popullore, që ka dalë atje. Nëna me fëmijë, quhet si dush, shtresa e mesme kam quajtur unë, e cila është shumë e vështirë fatikisht edhe që mund ta mbash në diktat, sepse normalisht ata janë profesionistë lirë etj. Nëse ka të pavarur në këtë vend, të gjithmonë, po mund të jetë brenda kësaj strese. Jo, po tregon protesta që ka të pavarur. Jo, pikërisht pra, atëherë ka një gjë, ku do na shpier pra? Ku synohet pra, ku do shkohet se gjithë kjo prurje e gjithë kjo energji, sepse tashmë nuk po kërkohet thjesht në rotacion. Mos biem në këtë grack. Rotacion do thotë të ikë Edi Rama, Rama i legjendajtë. Kjo është rotacioni. Sepse kërkojnë ata rotacion. Duam apo s'duam këtë. Rotacioni është lojë e vjetër. Ajo që thotë se ka dhe një gjë. Edhe ajo që thot Arbri, me thotë të drejtë mos e quheni shumë kështu. Edhe ajo mund të ndodhë. Cila? Sepse derisa vazhdojmë të mos votojmë absolutisht me logjik përpara një kutie votimi, por të votojmë thjesht me tifozllëk, kjo do ta ndodhi. Unë po them, ka një gjë. E kuptoj që ju që ishte aty në protestë, më tha disi shpuna, jam shumë i penduar, tha, "Pse çka ke tash?" E kam shumë. Po merr dhe dikush ta që punon në hipotekë në ka shkruar, më tha, "Aman në bosh, asnjëherë s'keni mua. Me duhen I kam gjetë 22 vota. Kam bë luftë. Kam shkuar vetëm sepse më lut në atë farfeje që dashon. Ndërkohë e shikoj se gabimi më të madh jetës time. Po. E ka kthjelluar protesta. E ka kthjelluar pra dhe protesta. Dhe problemi është që unë tha. Po ty s'pas ka kthjelluar. Jo vetëm aq intelektual. Avokat, po s'pas ka kthjelluar ty. Se ti shkon prapë te kutia e tyre, protesta. Jo më me atë mënyrë. Unë jam duke nuk e besoj në kutinë e tyre. Zotëri, sa të sigurt jemi që e përfunduam këtë. Shkuam në një elektorale. Tani më fal. Arrim objektiv. Sepse legjenda të trubeton 500.000 vota. Legjendën e kemi pritur 4 vjet, këta 26 vjet. Tani ka pra, jo më thon vetë ata legjendë. Jemi në këtë pikë që do duhet shikojmë dhe prandaj them që e gjithë kjo prurje, gjithë kjo energji, jo domosdoshmërisht, dakord jam unë. Është përgjegjësi more. Është përgjegjësi e madhe që kthehet nga organizata. Dakord, po si do ta bëjmë qeverinë teknike avokat këta që kërkojnë. Qeveria teknike se Berisha tha që do bëhet parlament. Jo jashtë parlamentit. Qeveria mund të jetë politike, por do të jetë jashtë, po themi këtyre. Ore me detyrim për do votojnë parlament. Patjetër që parlament do. Çfarë do bëjmë? Kush do ta votojnë parlament? Po si do ta votojnë? Po se vetë deri atje, e lën parlamentin siç është. Pse detyrohen? Pse detyrohen të japin dorëheqje të bëjnë kështu? Pse po detyrohen? Dakor. Nga zori. Po nga zori pra dhe do ta votojnë. Nga zori më vëlla. Detyrim përcaktimi janë këto. Është luftë forca. Dhe ideja është po ti për ata janë mirë. Kam vetëm i fjalë. Arbër është direkt pas avokatit që fjalën. Fjali kam tek. Dhe gjitha kjo se ka një problem ku thua anti-establishment, pra do thotë që janë kundër gjithë kësaj klase politike, madje ajo që po shikoj është që nuk duan asnjë parti aty. Është interesant kjo. Çfarë do bëjmë pra? Nëse ne do duam apo s'duam, do shkojmë gjithsesi te kutia votime. Nuk kemi ku shkojmë. Kush e thotë që jo më vëlla? Po dakord pra, po dhe nëse do shkojmë te kutia votimit, ajo që voton dhe Arbi dhe po them unë është a ka mundësi ta dim kush është oferta politike se këtë do bëj. Ja ke 5 pika vëlla, po këtu pra. Ore te kutia do vesh vetëm pasi të realizosh këto mos do kemi vetëm një sekondë. Ja ta mbaroj. Oferta politike i vendosemi poli. PD, PS dhe Partitë Nacionale. Dhe këto partitë e reja që deri diku ishin i dështim. Ore po të duan protesta thotë le shkoni dhe me Berishën. Kemi jashtë kësaj oferte politike, do kemi dhe një produkt nga kjo prurit të kësaj ligjë. Dhe aty shumë ajo, po çfarë kush e thotë do të them? Tu jam, ti je pastaj. Kush e thotë këtë? Po këto Arbër. Dgjoj ka një problem në Shqipëri. Arbri tani, poli do të them Arbrin. Ka një problem diskutimet në Shqipëri. Asnjëri nuk bazohet në precedent. Të gjithë dalin thonë sipas mendimit tim. Ka precedent. Po prit në le ta them. Sipas mendimit tim, toka është e rumbullare. Jo, Unë kam provë. Po tregoj një precedent të kësaj. Sipas mendimit tim, toka është me cepa.
Ka mund prova. Jo, më trego këtë precedenti. Nuk funksionon kështu. Më trego Po precedenti. le ta mbaroj. Jo, se nis nga Zoti, ky. ç'ke ti? Më trego precedentin e kësaj dhe pastaj fol. Po më le ta mbaroj. Precedentin e kësaj. Atë dëgjova. Precedentin e kësaj në Shqipëri. Atë dëgjova mortë. Ore precedentin e kësaj e ke. Zoti Varaku, më ta mbaroj. Zoti Varaku Junior. Dëgjoj, ke Zoti precedentin. Varaku Junior. Bë pyetje. Argumentin. Se është Zoti Varaku që bë pyetje. Vazhdo. Ti tani që ti Mos të më kohë. je bashkëtues i emisionit të përgjigjem. Mos të je bashkëtues. Poli të lutem. Jo, Mund të të edhe shtyp. Po le më but tani se ti ke qef këto me agjentura, se je rritë ti komunizëm një çik. Edhe ke qef këto me agjentura. Dhe shikon agjenta edhe atë ku ska. Jo, agjentura. Po i ke qef këto. Ka qef të shitur. Baroje. Po ke çfarë akoma? Agjentur paranoj. Agjentura paranoja. Bën bashkë ato dhe hajde Poli, po ta mbaroj arbit. Futur si konspiracione dhe Teori konspirative. Janë amerikanë që futja për agentura dhe zgjedhje. Poli, talon flas. Po, vazhdo. Duhet pa precedenti po thua. Tani ka një gjë. Po bëja më Vendet e vogla si Shqipëria, ose mendoj unë, në çdo teori të shkencave politike ka gjithmonë një precedent. Edhe rajoni jon ka një precedent të ri, që është Serbia. Precedenti fundit, ka dhe një precedent akoma dhe më të freskët, që pati sukses, që është Hungaria, të cilat janë shumë të freskëta, janë në 3 vitet e fundit ka ndodhur. Apo jo. Dhe ka qenë situata në Hungari një lloj. Viktor Orban, politikan e viteve 90, 2000 u largua, u rikthye, e kapi sistemin me kthetra, me oligarke, me gjithë, u krijua një lëvizje re politike, e cilë të cilës... Po ishte lëvizje politike, nuk pritonte sistemi. Jo, fillimisht jo, ashtu ka qenë. Ka qenë civile, pastaj u bë politike. Po. Dhe ju deshën 3 vite që të vinte në pushtet. Okej. Pse? Sepse u bën të gjitha hapat e dur, u krijuan struktura etj në çdo fshat, në çdo qytet, dhe u ngrit shqetësimi, pra ne kemi problemin me oligarkin, kemi probleme me ekonomin, kemi probleme me Rusin, kemi probleme me këtë, me atë, dhe u dha kundër oferta. Gabimi nuk u bë gabim në Serbi. 2 vite studentët i mbushën sheshet, Beogradin humbi Vučić dhe Beogradin, pra bashkinë kryesore të vendit, por mbeti përsëri në pushtet. Dhe studentët e kuptuan pas 2 vitesh që bën gabim që su futën në sistem për ta konkuruar. Dhe tani janë futur në sistem dhe po bëjnë një strukturë që quhet një student, një fshat, për të qenë dhe ata sa më kompetitiv në zgjedhje. Pra, bëre denoncimin dhe shumë i që bëre denoncimin. U përqafua pjesa që ka të bëjë me denoncimin. Më le pa ta mbaroj. U përqafua, njerëzit ta mbështetën. Tani ti jep alternativën. Por kjo nuk është një proces që mund të zgjasë 40 vite. Është një proces që sistemi në qartë azjedimi është sistem autokrat që bazohet në 2 individ. Qofse ata 2 individ bien dakord që nuk do ta lëshojnë sistemin dhe ata nuk do ta lëshojnë sistemin, nuk do shkosh në gjakderdhje, sepse po shkove në gjakderdhje ose në revolucion fizik, ajo pastaj do jetë një katastrofë, si për atë që organizon, si për vendin, si për gjithë. Pra do jetë një rezistent paqësore demokratike, që do thot kush është hapi i radhës, do dalin 200.000 veta, nuk të ikin. Do dalin 500.000 veta, nuk të ikin. Hapi vazhdo. Ambasadori amerikan nuk të ka ardhur. Ne nuk e dim qasin që do ketë ambasadori amerikan. Do të një qasje prozvërnesit, ai mund thot dhe shumë mirë, duke njohur pak edhe duke folur me Geriko Kalarin, kisha një intervistë shumë interesante. Nesër do ta transmetoj dhe tha, duke njohur si funksionon Trump, i cili nuk zgjedh diplomat karriere, por zgjedh njerëz që i ka të besuar afër vetes, mund të vijë një ambasador pa paragjykuar në asnjë moment, i cili të thotë duhet të bëhet projekti në Zvërnes. Qeveria ka të drejtë. Çfarë do të bësh? Po Zvërnes, tash kushteri. Kushteri është të rejtë, po Zvërnes. E mbyll kjo proces. E mbyll kjo tjetër gjë. Po them tjetër gjë. Jo vetëm një vektor tjetër për ballë. Është një konfirmim i legitimitetit që ai do të japi sistemin. Dakor me se është kjo gjë. Prandaj ti çfarë do duhet bësh? Duhet kalosh në hapin tjetër. Duhet të jesh te alternativa. Tani mua nuk më shkon kjo gjëja. Thua do mund sistemin, po nuk dal me fytyrë. Por si mor zotri? Do luftosh sistemin do dalësh me fytyrë? Po si që nga kjo? Të gjithë kanë bërë sakrificat e tyre në jetën publike. Kjo është një betejë ndaj sistemit, ndaj një regjimi autokratik. Beteja nuk vetëm duke dhënë porosi në WhatsApp. Ke përgjegjësi zotri. Merr përgjegjësinë që të ka dhënë historia. I kërkove dhe po ta insistoj te teza. I kërkove njerëzit, i the dil në shesh për padrejtësitë, njerëzit të dolën.
Gjithë kjo energji. Ti e kërkon këtë llogari. Gjithë kjo energji. Kërkojnë ata njerëz që kanë dalë, s'po e kërkojnë këtë llogari. S'ka fytyrë më valla. Po çike këto qasje Po komuniste. s'ka, mo, jo s'është Ju pas të komuniste. drejtën të kërkoj diçka. Po ti po flet në emër të protestës mo. Po jo, më po flas në emër të një. Ata janë të kënaqur mo me këtë statu quo. Po çlidhje ka. Se kërkon ti patjetër të nxjerrin koka fytyra. Pse fytyra. merresh me mua ti, mos e ke gabim. Merresh me njerëzit. Ore merru me tezën time. Se po merrem unë me ty, kush e di ku dalim. Por dalim ku duash ti tani këtu. Po tani mo, tani tani po them ke gabim. Unë deri këtu jam. E ke gabim. Politikë kundër daljes me fytyrë. Kjo është një tezë e gabuar. Ardhës pro daljes Kjo është një tezë e gabuar dhe protesta mo jo se do arbri. Dhe është një tezë sugjerim se ka një gjë. O zotëri 26 ditë kam po e bëni. Dakor, ka një gjë. Po bëni sikur ka një gjë. Ka një gjë. Po. Nëse ne flasim, marrim metafora dhe marrim figura, po themi metaforike. Bishës kur e plagos duhet ta vrasësh. Nëse ti bishës i jep kohë të shërohet, bisha fillon të sulmon përsëri. Dhe unë shikoj, për shkak të kësaj teze që thot Poli, që është shumë e gabuar, mos jepni grup iniciues etj, bisha po rikuperohet dhe tashmë është në sulm. Rama ka kaluar sulm. Berisha gjithashtu ka kaluar sulm. Protestën e mbështesim ne thot, të vënë demokratët atje, por të futen në sistem. Pra, bishat po rikuperohen, po shërohen. Dhe bishat ai më shumë kohë që ti jep, ai më të rrezikshëm do të bëhen derisa do të glaberojnë. Ku e shikoj po rikuperohen. Po rikuperohen. Rama është gjatë gjithë kohës po merr ka qeverisjen, po merret gjithë nga mbrojtja, jo po prit pak, nga mbrojtja dhe ka një gjë, ky konfuzion që për mua po forcohet dhe shpresoj shumë që të mos vazhdoj kështu, të ka bërë që numrat të kanë rënë. Në protestës dje partia ka rënë numrat. Edhe pas i dje, ku dushti? Së Rama se thot këtë. Ua, pa le tani. Po sepse nuk i numëron zot. Po jo, se së vjen mirë, se dua të flas drejt për drejtë. Sa bajat që i ke tezat. Po pse nuk është tezë? Sepse në orën 6